si dreqi pej kërstit, apo pej kryqit, ik BDI-a dhe Aljameti, kur ti thush 9 vjetë, 8 muaj ke qenë me Gruevski. Është fakt, është realitet. Si dreqi pej kryqit ik pej vitin 2008, bashkëpunimi dhe oferta ndaj Gruevskit se ne jemi ma të butë, ma të dobët se me nduthoqe dhe PDSH dhe pranojmë gjithë shka, sot me çdo kusht tentohet të iket ati realitet. Unë e di se kur flasë kështu një pjesë e njerëzve do të thujnë kanë kalu ato kohëna. Ju lutem bashkërisht të çojmë një mesazh. Koha e drejtave kombëtare nuk kalon 1 milion vjetë. Veç PDSH-ja, njerëzit e PDSH-s, po plot edhe të tjerë, pa diskutim intelektual, mundohen që këtë çështje ta shtyjnë përpara në mënyrë të mençme, ta kenë mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare dhe mundësisht të ikin konflikteve. Ndërsa ky hujum, se cila palë me qenë pjesë e nështrimit e Miskolcit është qeshara. Unë e di se ata e kanë prej shpatën për PDSH-n edhe për mua, kur ne kemi bisedu me VMR-n për mundësinë e qeverisjes. Nuk mund ndodhe ajo që ka ndodhë me ta.